Për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike dhe rreshjeve të shiut, manifestimi tradicional Festa Gështenjave, i cili ishte parapartë të mbajë me 8 dhe 9 nëntor në Ostros, është shtyrë për datat 15 dhe 16 nëntor 2025. Lajmin e ka bërë dhe ditur kryetari i Bashkisë Lokale të Krajës, zotëri Beqir Berjashi, i cili theksoi se shtyrja ishte bërë për të garantuar mbarvajtjen e aktivitetit dhe pjesëmarrjen sa më të gjerë të vizitorëve. Festa Gështenjave tashmë në edicionin e saj të 17 është një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore dhe bujqësore të Krajës dhe komunës së Tivarit. Ajo bashkon traditën, prodhimet vendase, artin dhe njerëzit e kësaj treve të njohur për mikpritjen e bujarin. Edicioni si vjetëm do të ofrojë një program 2 ditor të pasur me aktivitete kulturore, artistik dhe kulinare. Po është manifestimi 17 me radhë, kështu që mbahet përveç që në kohën e koronës se kemi ndërprej, por ndryshe një manifestim tashmë tradicional, sepse Kraja është një zonë e begatshme me prodhime të ndryshme bujqësore, një tokë shumë pjellore që është kultivohen lloje të ndryshme të bimëve, edhe të aty si në Krajë ndoshta edhe kërkon tjetër, sepse përfshin edhe kërlim malor dhe mesdhetare, sepse kemi edhe fiq, edhe shega, edhe kështenja, edhe ullij, edhe mandalina, e të gjitha lloje të ndryshme të prodhimeve bujqësore. Kështu që Gështenja është një ndër bimet më kualitative të gjitha rrethave, ndoshta një cilësisë të lartë, dhe për atë kjo meriton një përkushtim të veçantë për këtë bimë zona e Krajës dhe ndoshta komuna e Tivarit dhe të gjithë viset tona për rreth janë. Çfarë do të kemi risi këtë vit në Festën e Gështenjave? Çdo vit shkojmë duke begatuar dhe programin, edhe faktikisht edhe kushtet e organizimit pak a shumë ndryshojnë, megjithëse se kemi përkrahjen të institucioneve shtetërore, do të thotë komuna e Tivarit është një mbartëse kryesore e këtij aktivitetit dhe organizata turistike në Tivar. Ne çdo vit veç viti 5 që ndoshta unë jam në bashkinë lokale, edhe kemi bërë një përgatitje maksimale dhe përpjekje më të vërtetë me sjell yjet e muzikës shqiptare, dhe ashtu ka ndodhur edhe këtë vit. Vitin e kaluar kishim Remzien me vllaun e saj, ndërsa këtë vit ne kemi bërë poshtë një senzacion të ri, ku do të sjellim Leonora Jakupin me Asim Gashin, që do të jetë koreosisht edhe këngëtari i mirënjohur kranjan Muzafer Koliqi. Kështu ditën e dytë, poshtu kemi një program të begatshëm me këngëtar shkodran, me artistë dhe muzikcien të ndryshëm nga Shkodra, që poshtu do të jetë një ditë e përkushtuar në Platon para ka restoraneve në Ostros, dhe aty do të jetë edhe më afër, sepse restoranet mund të qëndrojnë dhe në ta dhe të jetë çka presim, sidomos ditën e parë, një popullat ndoshta prej 2000-3000 vetëve, ashtu sikur se ka qenë viteve të tjera. Çfarë i sjell Krajës Festa Gështenjave? Shumë e mendojnë se Festa e Gështenjave është një shpenzim, ndoshta edhe i muzikës, dikush pyet pse aq shumë muzikën. Neve sikurse mos i kemi një muzikë edhe Gështenjat, ndoshta nuk kish marrë gjithaj popull i madh. Kështu që neve ende mendojmë dhe kemi idenë, sepse ne i shpenzojmë disa mjetet e mira, i shpenzojmë, por me siguri është një përfitim i mirë i prodhuesve bujqësor, çka është edhe rëndësi, por është dhe afirmimi i kulturave bujqësore në vise tjera të thojmë të Malit të Zi dhe të jashtë Malit të Zi, kështu që e kuptojnë dhe rritet edhe emri i Krajës me ta prodhime kualitative, por edhe një tregtim mjaft e mirë me banorët e Krajës që shfrytëzojnë këtë ditë. Neve kemi përkrahjen maksimale dhe ajo ndoshta është edhe përpjekjet tona që i bëjmë që të jetë sa më mirë, sa më e organizuar. Në fest pritet një pjesëmarrje madhe nga Kraja, Ulqini, Tivari, Podgorica, Shkodra. Në hapje do të marrin pjesë përfaqësues të komunës së Tivarit, ndërsa janë ftuar edhe ambasadorët e Shqipërisë, Kosovës dhe Turqisë në Malë të Zi, si dhe kryetari i Bashkisë së Shkodrës.